I keni bo planet e juja se çka doni me bo sot, me që është edhe vikendi, e premte. E bukra është, ju e dini që na vazhdimisht edhe unë e kom thonë, pse so herë vjen e premtja, unë e duna me thonë, duna me dal jashtë Prishtinës për me këshyrë për evente, aktivitete interesante, sepse Prishtina nuk po sjell kur gjo. Nein, nuk e thëmë mo. Më lejoni me ju të regu që një pri projekteve që më ka rëmby me vëmendje dhe që më ka pëlqy tepër shumë që po organizohet është shefën lagje, po për pas kësaj Prishtina si duket është më aktive se kur më herat. Unë e kam kënaqësinë shumë të madhe që fillimisht pranë vetës e kam një person I cili njihet si pjesë e komunitetit artistik, muzikant dhe në fakt bas gitarist I grupit Gillespie. Tash mirë? Shumë mirë. Edhe tash e drejton drejtorinë e kulturës në komunë të Prishtinës, Isa Mustafa. Mirë se na kjo ardhë në studio, faleminderit për energjinë e mirë që e solle. Me njëra. Mirë se gjeta, Donik. Qysh je? Kjo hapja jote më dha dhe mu shumë energji. Mirë, shumë mirë. Po të regoj drejt, me bome me këqyre emisionet në të kaluarën, çdo të premte e thëmë, ku po shkojna jashtë Prishtinës? Edhe ky aktivitet e kom pa që po I pëlqen gjeneratës prindve të mi, gjeneratës tem, edhe gjeneratës tre. Kështu që është një aktivitet I cili e gërsheton se cilin banor të së cilës lagje. Ideja jote, dardani para disa netve mbi Korez ka qenë do me thonë atmosfera shumë e zjarrt, I kemi po fotot edhe videot, sonte jena në Muharrem Fez. Qysh po të bën ty mundje si person që I përket komunitetit artistik, që po e shë që ideja jote ka marrë vëmendje, por edhe po I pëlqen qytetarëve të Prishtinës. Donikun kam pas qef me boksi aktivitetet në kalumën, po duke mos I pas këto mekanizmat zyrtar në dorë, s'ke mujt mi jetësu në këtë punë. Unë jem shumë I lumtur që po marrë një jetë, më të drejtën kur nis diçka tre nuk e din që shpritet. Ndonjëherë pret më shumë, nuk kam prit kaq shumë që ka me pas mesazhe edhe më u pëlqy nga njerëz, me pa gjithandej tu diskutu për çfarë lagje. Na ishim të mërkurën në Dardani që edhe fillum ke jashtëzakonisht mire, patëm një Latifin edhe string, ishte kënaqësi me pa që shkoj ora 11, edhe unë I thësha këngëtarit që kujdes me kohën, po banorët në banesa, në balkona, kërkojshin halado, me thënë edhe një këngë. Kështu që ajo është çaj shpirti që kam dashur me I dhanë, edhe më të thonë drejtë me pas një farlloj është vera, janë ditë më të gata, po lodhemi në punë, kem nevojë me dalë mbrëmje pak me familje dhe me njerëz që na kanë ardhur shumica pineve, kemi edhe njerëz familjar diasporës, është mirë me pas diçka që ndodh në lagje. Një pyetje, a është limiti I njëjtë I muzikës, I eventeve I nejave gjatë verës, njëjtë sikur se dimrit, apo gjatë verës komuna e Prishtinës bën pak më shumë lëshime kur bëhet fjalë për zhurmën, muzikën dhe gjithçka? Më të drejtën, duke qenë tashun këtu, kur s'kam qenë këtë pozitë, nuk është që e kam pas vëmendjen ka shumë sa ka zhurmë, sa ka kënej. Po, unë për vetë jam shumë I kujdesshëm që ti respektojmë rregullat që janë në fuqi, po do të tentojmë që edhe gjatë dimrit kemi shumë aktivitete, po gjithmonë duke respektu. Patjetër. Iso, ti je personi që ndoshta mas miri mundesh me lidh potencialisht komunitetin artistik, por me secilin qytetar të Kosovës. Edhe përpos këtij aktiviteti, I cili sonte ka me marr vëmendjet e Muharrem Feza, rruga Muharrem Feza, rruga më e famshme e Prishtinës, unë nuk dyshoj që don me sjell artin, muzikën më afër banorëve. Pse mendon ti që I ka mungu Prishtinës në këto vite të fundit aktivitete të tilla? Nuk më kujtohet që ka pas qitë formë të në këtë formë jo. Mund ketë qenë që ma herët kemi funksionu ndryshe, Donik. Për shembull, edhe në sensin e dalunit na me pi kafe dikun, ne kemi bërë muhabet ku jetu dal. Do të thonë, kemi dalë të Santeja ose të kafet e vogla, që kjo ka qenë mindset, do të thonë ti ke marrë një mjet të udhëtimi për me shku me pi kafe me dikun. S'ke pas kafe në lagje shumë, s'ke pas, do të thonë s'ka ndodhur shumë sene në lagje. Ka ndodhur këto lojat tona shoqni, po jo të funksionuarit kështu soj. Nashta ka qenë ajo arsye pse nuk ka pas, po gjithsesi unë jam rrit në Kolovicë, është një lagje ku nuk ndodh kurgjë, domethënë. Edhe unë jam një inferior ndaj lagjeve që janë si Ulpiana ose Dardania, pse kam pas shoqni shumë, po na është dashur me marr këgja rrugë për me shku me pa një koncert live, një gig dikon diçka. Kështu që mendoj që
tri tjerë nuk do të me pas këtë problem. As nuk kanë me ditë. Që shukun për gjeneratën të ndë. Nuk besoj që... Se krejti kanë në lagjet të retash. Krejti kanë në lagjet, dhe më po duhe dhe artin, kulturën, dhe më thonë me shtrinë gjitha lagjet dhe në fshatrat e Prishtinës. Në një intervist që e ke dhënë së fundmi, e ke përmend datën 28 nëntor. Po. Një event, një emër i madh në Prishtinë. Po, yes. Qërone, jo, a? Yes. Ska shansa? Dakordohemi diçka. Dakordohemi. Që kur t'jam i gatshëm me thonë emrin, me ba ekskluzivisht tek jo. A u kry? U kry. Do ata 28 nëntor, na jena tu dek me ditë kush është. Është artist vendor, ndërkombëtar? Është një grup vendor. Wow. Që s'ka lujt asnjëherë në Prishtinë, një super grup për shihet tem dhe për gjithësi. Po duke ditë pak që shjom edhe une, po besoj që kena mu gëzu shumë? Shumë kena mu gëzu, po përveç atij bendi që do t'jetë, kemi pas edhe para bendi, si me thonë, do t'jetë një koncert relativisht i madh edhe me bende tjera lokale, që ka me qenë një natë, po besoj shumë e mirë, jemi të folë për detaje, pa pas në shkrimin, po, që ashtu nuk po du me thonë emnin, po gjithsesi kemi mu gëzu, sidomos komuniteti artistik ka me u gëzu me i pa atë band live në Prishtinë, por që jem të punu shumë edhe për vitin tjetër me e sjell një artist madh në Prishtinë, do me thonë si drejtori e kulturës ta bim një koncert madh, që nashta mos tjetë koncert që shkojone me qikën tem, sepse në koncertet e fundit të gjithë prindi kam pa me fëmijë, sektori prindve, sektori fëmijëve, dhe sepse line-upi është asisoj, do në zemër, nashta një line-up tjetër që s'vin fëmija. Po, janë shpe, me gjyshe edhe me gjesh. Super! Sunny Hill Festival për ndalëm pa këto edim që është festivali maj madhë që Kosova ka, rajoni në përgjithësi, edhe po e vrem si komunikacionin, si Airbnb, hotelet edhe gjithë shka tjetër, do më thonë, nuk po du me folë për çmimet të cilat janë enorme, që po më duket për 3 ditë krejt Kosova po do në mu pasuru, ajo është një temë krejtësisht tjetër, por po du mu ndalë tek ndikimi që ka ky festival në rolin e Prishtinës. Do më thonë, po na bën me kuptu që na mundemi në Prishtinë me organizu një festival të tillë, munden me ardh artistat shumë të mëdhenj të listës A, por ti që sheshe si person që i përket komunitetit artistik dhe si drejtor i kulturës në komun, që sheshe të rolin e këtij festivali? Do nikëm pak më herë thash që jena të punu me sjell një artist madh në Kosovë. Që të muhabet si shakon të e bo, sigur mos të ke ekzistu Sunny Hill, për shembull. Ose Rave Travel që bën jashtëzakonisht shumë koncerte, ishte mram një koncerti i Ullimanit ka qenë për çdo shembull. Domethënë më ndodh kaq shpesh koncertet maja në Prishtinë dhe mos me pas asnjë akses, as mos me pas kurrë. Është për mu duar trokit. Është për mu duar trokit edhe niveli qytetar që është i qytetarisë tonë që është, po edhe sa shumë jena tu e frekuentu. Është impakti ekonomik është i padiskutueshëm, po edhe impakti kulturor është i padiskutueshëm. Ne jemi në hartë sot, dhe ne kur të kontaktojmë një artist madh me orën Prishtinë, e ki shumë të lehtë mi u qas, sepse veç e ki një CV, si me thonë, të Prishtinës se sa bende edhe artistat maj ka sjellë, edhe është e padiskutueshëm, veç e përmend Dua Lipën edhe është kry. One Call edhe është e kryme, do të thonë ti veç direkt shkon në rajder edhe në çështje teknike të buxhetit, e sa ne nuk mirësh më. Më herët jemi pasi një band ku Abden ka ndodhur lufta, nuk është i sigurt, tash nuk është më i madh. Domethënë kjo është impakti i jashtëzakonshëm, pjesa tjetër është masane është këtë rrjedh natyrshëm. A mendon që komuna e Prishtinës ose më saktësisht s'po du me e bot gjenerale, po du mu ndal tek drejtoria yte, që te udhëheq. A ka bu mjaftueshëm deri tash apo thjesht e ki në fokus më shumë jep vëmendje artistave vendor, por edhe qytetarëve të vendit tonë që me ju sjell më shumë aktivitete muzikore? Mund të jetë backgroundi jam që kam në muzikë edhe pararësit e mi nuk e kam pas. Nuk po du mi paragjyku sepse me nxjerr njerin pi kontekstit kohor nuk është e drejtë. Nuk e di me çfarë sfida kanë Jam ballafaqu dhe pse nuk ka mujt me shku një x arsyesi. Unë këto kalkulime kisha mujt me i ba vetëm në fund të mandatin, nëse veç arrime e ba deri në fund mandatin dhe me lajnë me ba deri në fund. Për ndryshe, kur t'jam në fund, atëherë do t'a bëj një rezume, shumë me thonë, si e kam gjetë, çka kam pas qëllim me arrit dhe e kam arrit. Për mua nuk është vetëm muzika, sepse vera tashti na diktoj këtë pjesë, na e folëm edhe për stand-up komedi, na shumë shpejt do të vim na për lagje dhe me shfaqje teatrale. Sa mirë. Po do të marrim teatri Oda është institucion varsë në drejtorisë kulturës, jem të punu afër me ta që ne të
Bëjmë edhe shfaqje teatrale nëpër lagje me kukulla për fëmijë. Shkojmë edhe me lexime letrare nëpër lagje, shkojmë edhe me aktivitete që folëm edhe më herët para se të him në studio, të kemi një treg të artistave kudo që të shkojmë na me një aktivitet ketë edhe një mundësi që artistat promovohen, shesin punën e tyre, gift si në kajde të gift shop-ave. Kështu që kjo është ideja që unë të punoj në të gjitha sferat, muzika është ma e përshtatshme për periudhën e verës që jemi tash, por dimrit në domosdoshmërisht do të miremi edhe me aktivitete tjera. Po më vjen shumë mirë që e kishet vullnet shumë të madh për me sjell Prishtinës diçka. Unë mendoj që është definitivisht koha me patjetër me investu në aktivitetet e Prishtinës, sepse e dim që viteve kalume kanë mungu. Në anën tjetër, çka mendon ti që mungon ende në jetën e kulturës në Prishtinë, e që ti kishe dosht me i jep fokus ose me realizu gjatë mandatit tënd? Qalojmë pak të hapësirat kulturore, jemi të punu fort që të përfundoj qendra kulturore në Kodrën e Trimave, gjithashtu e kam parapo në korniza mesme buxhetore për qendrën kulturore në Hajvali, gjithashtu në përparqe dhe në hapësira, për shembull kur kemi filluar tash koncerte në lagje dhe kam dalë lagje me pas se ku mujna me bë performime, ku posa pak hapësira publike, ka që ti mundesh me bën një aktivitet kulturor. Çto hapësira kulturore, unë e shoh Prishtinën në fund të mandatit tem se secila lagje ta ketë një amfiteatër vet, të tipit konstruksion ku ti edhe nëse nuk ka një shfaqje njerëz mund të uleni rreth atij amfiteatri, po edhe një artist i ri veç tel poshtë ti mbledhësh është një të bëj diçka, një gitare. I shkon e jashtëzakonshme. Që kjo është çka mendoj që duna me realizu deri në fund të mandatit tem, përveç shumë çërave tjera. Nëse kishe pas një buxhet pa kufizum prej komunës Prishtinës, cilin band ose artist ndërkombëtar isa e kish sjell në Prishtinë? Red Hot Chili Peppers, pa. Yes. Favorit paravnoj energjinë e tyre. Kjo energjia që tash që dush mi lan fëmijët të shtëpia, dhe kam fol me kryetarin Rama, tha let's do this, po e di që është do të Milania një lagje pa asfalt për me ndodhë kjo. Po më duke që jena me asfalt, mirë jena. Unë e Prishtinën po e shoh, do me thonë, me asfalt tu regullu edhe krejt këto, por mi kanë mënu do policat shtrirë në mahal, do me thonë, po it's a must. Mirë, për te muzikës, për te aktiviteteve kulturore, unë e di që ti ki mu angazhu, uroj që kimi realizu krejt këto pika dhe shpresoj që qefën lagje ka me vazhdu bashkë me shumë aktivitetet të tjera, po ndalem edhe po tregoj që sonte e keni në Muarem Fejza, rrugën Muarem Fejza. Të shkolla pavarësia. Po, do t'jetë streng. Po, streng. Për me vazhdu me 12 gusht të parku i qytetit. Orkestra në të parku i qytetit me 12 gusht. Me 14 gusht në lagjen më të mirë të Prishtinës, Ulpiana, të bunkerat. Dhe me stringat jena dhe aty. Ndërkaq në Hajvali me 19 gusht të shkolla Shkëndia. Jena me Nita Latifin edhe Yllin e Denisin. Sa mirë, e kemi Kolovicën, 21 gusht shkolla e Gjalbër. Po, është orkestra Ylli dhe Denisi. Bregu i Diellit, 24 gusht e Platoja. Është Nita Latifi. 26 Kodra e Trimave. Prape kemi Nita Latifin. 28 gusht shkojmë në Matiqan. Është Florenta Brashi. Dhe me 29 gusht shkojmë në Kalabri. Po, është orkestra me Yllin e Denisin. Dhe po besoj që kësaj kohë kur i kemi lajmëru eventet, do me thonë në lagje, unë kam marrë edhe shumë mesazhe për lagjeve tjera që nuk i kemi në agendën e gushtit, po që na në fund të gushtit do të du me shku një 3 ditë pushem. Edhe mi shpall data të reja. Data të reja nëse në merë koha e mirë, pa tjetër që kemi pas edhe në lagje tjera. Iso, falimderit shumë që e gjete kohën me ardhë në Drive on D. Falimderit për këtë aktivitet. Edhe uroj që do të na jepet mundësia edhe me bashkëpunu me Radio Dukagjinin me organizu ndonjë event bashkaresht. Me shumë qef dhe po, na shpesher duke qenë në zyre këto çështjet administrative na marrin, na çojmë përpara dhe i harrojmë disa njerëz, disa aktivitete, kështu që unë jam i hapur për çfarë do ide e mirë që është për të mirën e Prishtinës. Faleminderit u gëzofsh. Faleminderit shkoft të mbar.